Përshëndetje miqtë e mi, ja ku po vazhdojmë me komentimet e ngjarjeve, me komentimet e situatave, Big Brotherat shumë afër nesh, lëvizjet pa imagjinueshme, postimet fotografive, sy që po na ndjekin nga kudo, por edhe pse po bëhet reklama e madhe të Bigut Kosovës, nuk është se ka ndenjur e heshtur ditën e djeshme edhe producentja, drejtoresha e një televizionit shumë gjigant. Lori Hoxha, në një postimin e saj zyrtar në Instagramin e saj, ka konfirmuar ardhjen e Big Brother VIP Albania, që konfirmon që Big Brother VIP Albania po vjen, është shumë afër nesh. Në një fotografi të nxjerrur një këmish që ju e shikoni, ku ka pulla që pulla duhet kapen tek kapsja, do me thënë është një sy që konfirmon se Bigun e kemi më afër se që presim. Do me thënë, fillon të bëhet kjo reklama e madhe. Lori Hoxha është e dyta në fakt që e poston pas Ledionit. I pari që ka postuar reklamën është Ledion Liço dhe e dyta vjen Lori Hoxha. Tani nëse Big Brother VIP Kosova është një shtëpi e ndarë me 2 kate dhe ka krijuar hapësira të reja. Flasim për një çift i cili do të jetë pjesë e këtij spektaklit. Atëherë, çfarë ndodh me Big Brother VIP Albania? Do të thënë, kush do të jetë protagonist dhe çfarë shtëpie do të ketë? Do të flasim për një ndryshim rrënjësor, do me thënë që të kemi një dhomë rreth e ka patur Big Brother VIP Albania, çfarë shtëpie mund të jetë kjo, çfarë sekretesh mund të ketë, do me thënë brenda një këmishe të bardhë. Çfarë simbolizon këmisha e bardhë në këtë Big Brother? A do të jetë syri në një këmish? Do me thënë, a do të jetë një Big Brother liderash, sepse mund të ndodhen edhe kjo që mund të jenë lidera në këtë Big Brother. Çfarë do të jetë ky Big Brother? Do me thënë, Lori, Sara dhe Ledioni po na vinë me reklamat e para që syt po ju vëzhgojnë. Të gjithë jemi në pikpyetje. Tani unë si gazetar i këtij drejtimit, po mundohem çdo ditë që të siguroj informacione për të qenë sa më të sigurta, dhe ajo që unë kam siguruar është ky informacioni që do të jetë një spektakël i paparë. Do me thënë, do të zbulohen histori, do të zbulohen figura, do të zbulohen shtëpi që nuk ka qenë kur më parë. Do me thënë, nëse vitin e kaluar kemi patur shtëpinë e xhuxhave që u ndërtua për brenda 24 orësh, këtë vit ndoshta do të kemi edhe më shumë fort. Do me thënë, do të jetë një spektakël i paparë. Dhe Lori Hoxha sapo ka filluar që të bën këtë reklamën, që në kupton zërat për ndarjen të Ledionit edhe të Sarës janë zëra boshe. Ledioni dhe Sara gëzojnë një respekt papar, gëzojnë një marrëdhënie shumë të bukur, gëzojnë një dashuri shumë të bukur, dhe kjo në fakt i jep një energji shumë të bukur kësaj gjëje. Si mendoni ju se do të jetë Big Brother VIP Albania 5?